Në vijim ftojmë për një fjalë rasti ish kryetarin e LDK-s, Dega Suedi, ish antarin e Këshillit të Përgjithshëm të LDK-s në Prishtinë, zotëri Hysen Ibrahimi. Urdhëroni zotëri Ibrahimi. Pandorën e lejen. Të nderuar zonja dhe zotëri, të nderuar nxënës, të nderuar kryetari i Degës, LDK-s Dega e Ugur, profesor Yusuf Arakori, të nderuar kryetari i Këshillit Organizativ Rahman Rahmoni, të nderuar kryetari nën Degës Mursel Shkupulli, të nderuar nën kryetari Osman Ahmed Xhekaj, të nderuar ish kryetar Degës dhe një ndër bardhë kryesor i gjithë aktiviteteve në Suedi kërkuar është dashur më shumë tek profesor Muhamet Shatri, edhe zymë shumë për vama bon kryetari i Degës, të nderuar jo pranishëm tjerë, të cilët jeni sot pranishëm. Sot në rastin e 20 vjetorit të shkollës nëmshëm të presidentit Dr. Ibrahim Rugova. Duhet të them diçka që mu kanë ngolitur në kokë gjatë takimeve të mia me presidentin Rugova. I kam mbi 200 takime me presidentin Rugova, sepse kam qenë kohën kur sa ka qenë profesor Muhamet Shatri, kryetari i Degës, në atë kohë s'ka pas mundësi për rrugtim në atë kohë kryetari Shatri, por ka pas takime nëse e diun edhe në Danimarkë në vende të tjera, kurse unë kom qenë kryetari i Degës në 88, 99, në 2001, do të thotë që kom pas mundësi takime edhe pjesëmarrje në fushata zgjedhore që kom qenë edhe antar i shtabit qendror, do të thotë që kom pas mbi 200 takime, po këtë s'pesha as të takim të që kemi pas Dega jonë, e LDK-s Dega në Suedi, e kom një vrejtje sot, të Dega jonë këtu me qenë këtë. Kemi mbi 200 takime kemi. Dega jonë, edhe kemi pas e vetëm atë Dega jonë, kemi pasur që kemi dërguar deputet parlamentit të Kosovës, ka qenë përfaqësuesja jonë atë kohë Shqipëria Hoxha. Me këtë rast, me rastin 20 vjetorit, unë duhet kujtoj diçka shumë të veçantë. Edhe pse di shumë që kryetari ishte shumë smur, ishëm për vizitë në atë kohë, kemi qenë me profesor Osman Ahmed Xhekaj, edhe me një delegacion Rahman Rahmonin, Sinan Hasanin, i pati me quajmë i takuam me Salit Sasajn, i cili na ka pritur dhe na ka ftuar që të shkojmë dhe takuemi me presidentin Rugova, po me që ishte gjendje shumë të rëndë, ne në farforme nuk jo që s'pranum kishëm dëshirë, po ishte shumë e rëndë ai takim. Dhe rastin kur unë kom marr pastaj lajmin se vdiq presidenti Rugova, ka qenë një lajm shumë i hidhur për neve. E kam thirrur antarët e kryesisë në atë kohë, Osmanin, Abderramën e të tjerë, Rahmonin. Edhe kemi shkuar në Hërbi, me Kamer Betyshin, ish antari i kryesisë, e ka organizuar me një pas shumë shpejt mëra ditore një mbledhje komemorative të asaj kohë. Aty kanë marrë pjesë personalitete edhe profesor Muhamet Shatri e të tjerë, të cilët kanë shprehë dhimbje gjatë kalimeve të tij për presidentin Rugova. Por duhet të them diçka shumë që ndoshta su përmendën shumë ngjarje këtu. Ka qenë vitin 90, kur një delegacion nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës shkon te kryetari Rugova në Prishtinë. Ishin përmise 700.000 antar, 800.000 antar. Mirë po Amerika kërkonte diçka tjetër, antarësia po. Të gjithë, sepse Liga Demokratike ishte si lëvizje, por kërkonte ta jap një dëshmi presidenti Rugova se është populli mas tij. Edhe kërkuan që nga presidenti Rugova të dalë një protestë masive, këtë populli më shumë kom. Edhe presidenti nalet, unë kom qenë atë, në atë mbledhje. E thot, po citoj presidentin, thot, a bën thot me shti në mrana në men që me qitë jashtë, me shti kretë në mrana. Thot se po mi brojnë. Policia, sërbe, ushtria, paramilitarë, sa mundi brojshin. Edhe, me sa di unë ka qenë Tom Lantos, kongresmen, thot pa më vështirë, thot është me shti mrana. Ti fusë mbranda, po flas pak në gjumë letrare. Edhe ka qenë një ditëshe, kur presidenti ka bo apel, edhe shtazë nuk i kanë shu populli jashtë. Një ditë se ditëlla dot ka qenë ajo. Ju e dini, vitet 91, krejt populli mrena ka qenë. Ka qenë proba më e fuqishme në atë kohë që populli shqiptar
I që tha dhe profesor Muhamet Shati, sepse ka qenë kryetari i Këshillit Koordinues Partive Politike, jo vetëm Kosovë, sepse Liga Demokratike ishte para parti pluraliste e formuar të kombion shqiptar. Më pas ajo formu Partia Demokratike edhe parti tjera në Shqipëri. Në presidenti Rugova aty dha një provim që kur nuk e harroj sepse gjëshmëria e tij në që me qitë jashtë se mund të kishin ndodhur që ishin mbrojtur me qindra. Mirë pa e shpëtoj. Ajo më ka ngolitur në kokën time që nuk e harroj kur. Dhe më arriti ta shpëtoj popullin. Pastaj bashën protesta të ndryshme. Mirë po, Bashkia Ndërkombëtare s'kishte kontakt para themelimit të Ligës Demokratike të Kosovës me kënd të kontaktoj. Kjo pos disa lëvizje ilegale, mirë po kërkoj që kërkesat e popullit shqiptar të shndrohen në legalitet. Edhe vetmi personalitet që del edhe merr timonin e Ligës Demokratike të Kosovës është Ibrahim Rugova. Të tjerë nuk kanë pasur guxim. E tha edhe profesor Muhamet Shati, ai ka qenë edhe vendosur edhe drejt. Ja ka marrë kryetari i Zgjedhjes Shkrimtarëve të Serbisë mikrofonin prej dorë. Kjo është e vërteta. Dhe duli një personalitet edhe merr timonin, jo vetëm të Ligës Demokratike të Kosovës, por të gjitha lëvizjet, pastaj edhe ato ilegalitetet në farforme e gjetën veten në këtë organizim. Dhe ai thoshte unë jam Ibrahim Rugova, duhet të legalizojmë kërkesat tona para botës. Ata ashtu ndodhi. Cili ka qenë synimi i tij. Rruga paqësore ka qenë kërkoj sepse gjatë një mandati ai kërkoi që paralel me rrugën paqësore ai ka pas emrime disa emrime dhe Anton Kona ka qenë i emëruar ministri i punëve të mbrojtjes. Edhe ka qenë edhe Recep Gjergji, ministri i punëve të brendshme. Po kanë qenë gojor sepse në atë kohë për shkak zbulimeve të ndryshme për me i kursy njerëz, ai nuk ka shumë shkrime sepse ishte me rrezik. Dhe arriti vetëm personalitet që kanalizimin e kërkesave tona legale u shndruan pavarësia e Kosovës. Rrugtimi i tij përmes Vatikanit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo e vetëm rrugë sepse përpara s'kemi pas këso rrugë se nuk mundshim i gjetë rrugë. Duli personalitet edhe gjeti rrugën drejt me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe pse ka pas pretendime që ma tepër të lidhet me Gjermaninë. Po jo, kjo ka qenë shumë i vendosur. Se faktori më vendimtar në atë kohë për zgjidhjen e gjitha problemet të Evropës ishte Amerika. Ne u dëshmuam pastaj. Edhe verifikuam. Edhe presidenti ka qenë në mënyrë shumë i vendosur që vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë ata të cilët e marrin timonin në dorë. Edhe kjo ndodhi. Kontaktet me Bill Clintonin, pastaj kontakte me senator, kongresmen, personalitetet të cilat vërtet erdhet e sensibilizimi i çështës Kosovës. Po të njëjtën kohë, grupet me Ramizalin i ka qenë në Shqipëri, por të stërvitur, por një vetëm mbrojtje eventuale. E thashta gjithmonë, te kjo pragu e shtëpisë te kjo duhet të mbrojtur. Edhe sot e kemi një njeri që e ka kryet misionin e Ibrahim Rugovës, e ka mbrojt pragun e shtëpisë, e kemi një Abdelukën sot. Shkaon, një dorëtorkitë për Abdelukën, krejt. Sot e kemi gjallë. Edhe ka kryer misionin e tij dhe ka vrarë shkallën e ka mbrojtur pragun e shtëpisë. Është misioni Ibrahim Rugovës. Edhe të tjerë pastaj kanë filluar, edhe kanë mbrojtur pragun e shtëpisë, gjë që me të drejtë kemi arritur. Dhe më në fund të bindet në kundërshtar më të mëdhenj, të cilët vërtet presidenti Rugova i priste. Edhe kur më kujtohet në një rast, presidenti pse po i pranon këta, thotë jo më mirë të këtë pranojmë të këtë se shkojnë anej të këtë. Ka qenë shumë interesante kjo. Për mërgate ka pas një respekt jashtëzakonshëm. Ai ka përmend personalitet të sor, kum pas takime me presidentin, i ka laku emrat edhe të profesor Muhamet Shatit, të Osmanit të tjerë, i ka laku gjithmonë për të mirë, njerëz që ka dhënë edhe Beqir Sadikut, që ka dhënë një kontribut i jashtëzakonshëm, edhe ka dhënë, po ai me fatkeqësisht ai ndroi jetë, po ka dhënë një kontribut i jashtëzakonshëm. Ndaj sot me rastin e këtij 20 vjetorit të vdekjes të shkurtës nëmshëm presidenti Rugova, me veprat e tij ka lënë gjuhën shumë të mëdha. Tolerancën, bashkëpunimin, demokracinë, lirinë. Por ka dhënë diçka të veçantë. Thekë përmes kulturës, thekë kultura thjesht është ambasadori i popullit. Po si presidenti kjo po thekë si përmes shoqatave kulturore dhe kë arrihet që ta prezantojmë plisin, ta prezantojmë veshën, ta prezantojmë
muzikën, çiftelinë e tjerë, me atë rast që ne dallohemi dhe kjo pesër dhe kemi të drejtë për ndarje pastaj. Dhe kjo kështu të ndodhi, por është edhe diçka më e veçantë. Suksesi i shoqatës shkrimtarëve Papa Klemeti në Albani është sukses edhe vetë i presidentit Rugova, që kemi mbi 400 vepra si antar tash i kemi pas, është presidenti sepse gjithmonë thoshte shkruani tek se kemi nevojë të për historinë më mirë të ta shkruajmë tek ne vetë se sa me shkruaj dikush tjetër. Do më kujtohet në një rast gjatë një botimit të librit tim në vitin 2009 u takova me profesor Muhamet Shatrin në Hër. U takova edhe dhash librin profesor Muhamet Shatrit edhe mu librin dhe përshëqata e mojnë me anë fjallë, thotë se thotë çdo libër i dal, thotë është më mirë që s'u dal hiç. Prandaj gjithçka çka të botojmë ne, është më mirë se ajo që s'u dal hiç. Prandaj unë i ftoj të gjithë ata njerëz që ne të shkruajmë ta kryejmë amanetin e presidentit Rugova, që ne duhet ta shkruajmë historinë tonë dhe ta harrojmë njëri tjetrin, ta duam njëri tjetrin, edhe gjithmonë për jetë u kuftoft vepra e presidentit Rugova. Pamëndje shumë, respekt për ju. Faleminderit zotëri Hysén Ibrahimi për këto kujtime personale dhe dëshmi të vëra nga bashkëpunimi juaj me presidentin Rugova. Tani, sekretari organizativ i LDK-s Dega Jugore Suedi, Yusuf Kurbogaj, do të ja ndajë mirënjohjen së tre Hysén Ibrahimi. Përshëndet gjithë pranishmit, faleminderin që sot që daj këtë mirënjohje për Hysén Ibrahimin. Kjo mirënjohje e ndarë nga Lidhja Demokratike e Kosovës, qendrën e Prishtinë, i ndahet zotit Hysén Ibrahimi. Veprimtari i çështjes kombëtare dhe intelektual i përkushtuar për kontributin e tij të vazhdueshëm në shërbimin e interesit kombëtar dhe demokratik. Me veçanti për angazhimin e tij si ish antar i Këshillit të Përgjithshëm në Prishtinë, sekretari i Degës së LDK-s në Suedi, si dhe për rolin e tij të çmuar sekretari i shoqatës së shkrimtarëve dhe artistëve shqiptar, Papa Klemeti 19 Albani në Suedi, duke dhënë një kontribut të rëndësishëm në ruajtjen e promovimin e identitetit kulturor, gjuhës dhe vlerave kombëtare shqiptare në Mërkaq. Motivacioni për mirënjohje, me nderim dhe mirënjohje të thellë, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, zoti Lumir Abdygjiku, shpreh falënderim të veçantë për zotin Hysén Ibrahimi, ish kryetar i LDK-s, Dega në Suedi, veprimtar i ditëve të para dhe një zëri i hershëm i çështjes kombëtare shqiptare në Mërkaq. Një angazhuar që në rinin e hershme për Kosovën, veçanërisht në kohën e presidentit doktor Ibrahim Rugova, ai i dha kontribut të çmuar organizimit, mobilizimit dhe qëndresës politike të Mërgatës shqiptare. Si një njeri i letrave, zoti Ibrahimi ka lënë gjuhën të veçanta në ruajtjen dhe shkrimin e historisë së veprimtarisë së komunitetit shqiptar në Suedi, duke kthyer përkushtimin në kujtesë të përhershme. Puna dhe fjala e tij mbetën pjesë e ndërgjegjës kombëtare dhe historisë së LDK-s në Suedi. Faleminderit shumë. Faleminderit. Do të bëj dy fjalë. Faleminderit Yusuf Kurbogaj për leximin edhe për dhuratën e falenderojmë edhe zotërin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdygjiku, por edhe për propozimin e kësaj mirënjohje profesorin e nderuar Yusuf Barakari, i cili me përkushtim edhe me një sinqeritet ka propozuar ish kryetar të Degës të Lidhjes Demokratike të Kosovës për këtë mirënjohje. Respekt gjithmonë për ju. Faleminderit. Gjithmonë. Faleminderit.